është edhe kjo tolerancë e madhe e këtij dinit islam, e cila implementohet e zbatohet në shoqëri. Nuk është ky popull, njerëzimi i dënuar me jetu me njëri tjetrin, anëpse thatë kushtimisht natyrisht, por është madhështi me jetu me tjetrin. Është dhe bukuri, patjetër. Pra këtu duhet edhe ca thoj zot tjera në kuptimin që po. Po është mjaftuar, është madhështi, është bukuri me jetu me tjetrin, në veçanti kur ka njerëz divergjenca të ndryshme, bot kuptime të ndryshme. Ka mujt i madh Zot me fal njerëzit krejt, njëjt. Pse nga gjenia, sipër nga intelekti, sipër nga bukuria, sipër nga pasuria. Ka mujt. Në botën tjetër në xhenet kur kujt nuk e merr lakmi për bukuri, nuk e merr lakmi për mosh ky plak e ky i ri, nuk e merr lakmi për pasuri ky milioner e ky fukara. Këtë divergjenca nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë. Po edhe në këtë botë, sa je me laçe të azami, nuk i kanë këtë divergjenca. Allahu këtu a kalon njerëzve. Nëse shkojmë fillim të dunjas dhe shikojmë Ademin, njeriu e parë i cili është krijuar. Pse Zoti nuk e la gjatë me jetuar vetë, por ja krijoi shoqen e saj, bashkëshorten e saj, jetusin që do të jetoj me te, ta quajmë tash në term tjetër, shoqëruesin e jetës, dash thuj, deri në vdekje haven. Është quajtur ashtu e quajti Allah i madhëruar haven, dhe i tha jetë të kjo është gruaja jotja. Dhe prap nuk i bëri njëjtë, se Allahu ka thonë, o lej se dhekëru, kel untha, nuk është mashkulli sikur se femra, se cili ka ato specifikat e veta, se cili i ka edhe mangësit e veta që besa, të cilat i plotson çifti tjetër, gjinia tjetër, që besa i plotson edhe shoqëria tjetër, kultura tjetër, mentaliteti tjetër, dhe kështu me radhë. Dhe në këtë formë njerëzit sikurse kompletohen më shumë.